Suzana Gërvalla, gruaja e Jusuf Gërvallës, I ka kërkuar Enver Hoxhës në vitin 1982, sapo ishte vendosur në Shqipëri, që të bëhej anëtare e Partisë së Punës së Shqipërisë, pasi siç theksonte ajo, ishte e brumosur me mësimet e Enver Hoxhës prej burrit të saj. Në letrën e saj përgjigjuese drejtuar Enver Hoxhës dhe Nexhmije Hoxhës, ajo dërgon edhe përshëndetjet e fëmijëve të saj, mes të cilëve dhe Donika Gërvallës, sot ministre e jashtme e Kosovës. Në letër thuhet: kemi jetuar me bukë e pa bukë, me emrin juaj na ka dhënë forcë, mësimet tuaja na kanë ndriçuar rrugën, zërin tuaj e kemi përcjell tek zemra e kosovarëve. Im shoq Jusufi ishte publicist, poet, kompozitor, piktor, por nuk murrej me asgjë përveç se me fjalën jemi enverist. Në fund të letrës ajo shkruan: si Jusufi ashtu dhe unë, ëndrr më të madhe të jetës e kemi pasur të pranoheshim si komunist në gjirin e PPSH-s. Jusufi ra, unë shpreh dëshirën e zjarrt të bëhem komuniste, duke qenë në gjendje të përmbushte gjitha kushtet që parashikon statuti. Letra e plot. I dashur shoku Enver, I dashur shoqja Nexhmije, përpara se të shpreh mirënjohjen e thellë për tërheqjen time në atë dhe kushtet e shkëlqyera që më janë krijuar, pa përmendur nga zëdhimi dhe nderin që na shkaktoi mua dhe fëmijëve vizita e shoqes Nexhmije, përpara se të shënoj falënderimet nga thellësia e zemrave të 3 fëmijëve që u BD-ja jugoslave u përpoq t'i linte jetim, duke vrarë tim shoq Jusufin, por harruan se përbinte vërtet është Shqipërisë, është prindja kurrë e pavdekshme, partinë e kam amanet, shoku Enver t'ju përcjell dashurinë, respektin dhe mirënjohjen e pakufishme të burrit tim, Jusuf Gërvalla. Kemi jetuar me bukë e pa bukë, emri tuaj na ka dhënë forcë, mësimet tuaja na kanë ndriçuar rrugën, zërin tuaj e kemi përcjell dhe zemra e kosovarëve. Im shoq Jusufi ishte publicist, poet, kompozitor, piktor, por nuk murrej me asgjë përveç se me fjalët jemi enverist. Ai dinte përmend pasazhe të tëra nga të gjitha veprat tuaja. Sa herë në hall, brenga e mjerime në botën e bejtshme perëndimore, ne kemi folur gojë më gojë, duke u ruajtur mos na përgjonin dhe muret, përmendim PPSH-n, e na rrethte zemra. Kemi ndërruar për të ardhmen e Kosovës, në çdo episod të bisedave, dëshirave dhe ndërrimeve të ndezura strumbullar, ka qenë emri juaj I cili sa është I dashur dhe I shtrenjtë për kosovarët, aq është bërë I njohur në tërë botën. Kemi hequr kafshatën prej goje për të botuar gazeta e revista, ku kemi asimiluar mësimet dhe bindjet tuaja patriotike, politike, filozofike, dhe I kemi shpërndar, duke përbiruar përmes hordhive të agjeturës jugoslave dhe të gjitha ngjyrave reaksionare. Jam krenare që im shoq Jusuf Gërvalla vërtet ra në frontin më tragjik të ideologjisë të patriotizmit, por mund të them me thjeshtësinë, si ai rriti të krijonte një bërtham revolucionar sipas mësimeve të PPSH-s, që do të vazhdojnë luftën deri në fitore. Janë revolucionar patriotë të tillë që kanë vetëm alternativën, me vdek ose me fitu, prandaj nuk mund t'ju trondit asgjë qëllim I fitores. Im shoq me diplomat të UBD-s, në shpatull, me të tretin në bark kur e ndanin disa sekonda nga jeta, porositi, fëmijët të mirërisë shtrima, dhe kur të ulen edhe kur të ngrihen, emrin e shokut Enver do ta kini në gojë. Amanetin e Jusufit e kryejmë ne, edhe Ertogroni 4 vjeçar, përdor si himn vargjet që ja ka mësuar Riati. Jam I vogël kur gjasdi, veç 2 fjalë për Shqipëri, për flamurin kuqezi, për Enverin, për parti.